Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë të mi, sot ka qenë, si zakonisht, ditëve të punës, një ditë jo shumë e ngarkuar me politikë, por me shumë gabime politike. Shqiptarët do vazhdojnë të paguajnë këto gabime të politikë bërësve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Fillojmë nga e para. Atë që e bën në parlament deputetet e Vlenit të Levicës si dhe të VMRO-DS, ku i bashkangjit edhe një deputet i pavarur, doktor Ilir Demiri, sot të mundua dhe e dërgoi në gjykatën kushtetuese lideri i Aleancës për Shqiptarët, Zjadin Sela. Ta dëgjojmë. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela bashkë me dy deputetët Ilir Dauti dhe Elmi Aziri dorëzuan iniciativë në gjykatën kushtetuese për ta kontestuar ligjin për kundërvajtje i njohur si projekti Safe City. Sela tha se ligji ka shumë dilema, të cilat është dashur të sqarohen para se të miratohet. Para kushtetutës, qytetarët duhet të jenë të barabartë. Dhe si tillë, të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh ato manova shkup ose Petrov, duhet të jenë të barabartë edhe në drejtim të përfshirjes në këtë lloj projekte, edhe në Strumice, edhe në Struk, edhe në Okër, edhe në Kërqov, edhe në Kavadarcë, edhe në Shtim, edhe gjithandej. Sipas Selës, kjo lloj ndarje të jep arsye të dyshosh që ka për qëllim zhvatjen e një kategorie të qytetarëve. Ai konteston edhe mos respektimin e gjuhës shqipe. Nuk respektohet kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, cila pa marrë parasysh se cili është qëndrimi politik i eksponentëve të veçantë politik, nuk mundet që të mos respektohen ligjet të tjera në fuqi. Mënyra e arritjes së dënimit përmes SMS porosisë deri te qytetari, sipas Selës, të kufizon mundësinë e ankesës. Ne me ligj jemi të obliguar, dhe jo vetëm ne, në gjithë botën e civilizuar, jemi të obliguar që të kemi një adresë në të cilën do të dërgohen edhe paditë për kundërvajtjes, dënimit të tjerë, si jemi të obliguar me nga telefon. Kemi të obliguar të kemi adresa email. Aleanca për Shqiptarët pret epilog sa më të shpejt të kësaj iniciative. Po pra, një prej, të themi kështu kushtimisht risive në thojza, është edhe jo, sa për të arrin në SMS-ja në celular, fillon ecën dita e pagesës. Kishte drejtë Sela këtu, dhe të shohim se si do ja bëjnë në gjykatën kushtetuese, mund edhe ta hudhin poshtë. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej. Ajo që më ka befasuar, besoj se edhe juve, është deklarata e Bilal Kasamit, i cili tha, sot, në vërtet me datën 23 të muajit parë, janar 2026, i cili ka filluar që të bëhet se i zet me zhiti me deklaratat, kërkum nuk i ka. Tash lavdërohet Roftë Safesiti, tha se doli se është kërkesë e tij. Dhe nëse mendon se ka shpëtuar nga garazhet shumë katëshe, e ka shumë gabim. Pra, pranoj se kërkesa Safesiti pas ka qenë edhe kërkesë e tij në video, pra nga minuta 0:38. Ta dëgjoj. Janë identifikuar dikund rreth 13.000 vend parkime në qytetin e Tetovës. Me këtë po pra dëgjohet, flet edhe për 13.000 parkingjet. Ne besojmë që përfundimisht zgjidhet nevoja për vend parkime. Në hyrjet e Tetovës, pak në 3 hyrjet e Tetovës të ketë zgjidhje të parkimit të përkohshëm të gjithë atyre që vinë nga komunat përreth dhe prej aty të shfrytëzojnë transportin publik dhe të lëvizin brenda qytetit. Tetovë, më shumë se sa nevoja për vend parkim, ka të bëjë me mendësinë tonë që të parkojmë aty ku nuk duhet të parkojmë. Prandaj, me kërkesë tonë. Po pra dëgjohet, pra edhe njerë, me kërkesë të kujt, Bilal? Prandaj, me kërkesë tonë, Komuna e Tetovës është në 3 komunat ku do të nisë më thonë implementimi i projektit Qyteti Sigur, do të merren masa konform ligjit të ri, që më nuk do ketë nevojë polici të pres shoferin
e automjetit dhe t'i bëj domethënë dënimin apo globën që duhet t'ja parashtrohet. Hajde edhe një herë këtë fundit, dënimi dhe globa. Globa është slavisht. Domethënë dënimin apo globën që duhet t'ja parashtroj dhe i njëjti ta nënshkruaj, nuk e nënshkruaj procedurat cilat kanë qenë. Po pra, ky ishte Bilal Kasami. Ky ishte Bilal Kasami, i cili pranoi në mënyrë publike se kërkesa Sefi City, pra ja lehtëson tash barrën Mickovskit, cilin e akuzuam se është gjojase është një anshëm, pra pas ka qenë kërkesë e tij që tjetë Safi City pranishëm në Tetov dhe nga kjo ai do të shpëtoj që të mos ndërtoj parkingjet shumë katëshe. Pra, atëherë shtrohet një çështje tjetër. Pse bënte këtë ai gjatë kampanjës se do bëjmë shumë katëshe, manipulonte? Por tek dardha ka bisht, tek dardha ka bisht. Të shohim se çfarë thoshte në vitin 2023 në 30 dhjetor ky kapedani. Po, sigurisht që patëm një plan dhe në vazhdimsi kemi deklaruar që nuk është çështje që varet vetëm drejt për së drejt nga komuna, pra bëhet fjalë për hapësirat të cilat duhet komuna t'i ketë në dispozicion që të bëj edhe plan për zhvillimin e tyre. Në këtë rast ne edhe nuk kemi ndonjë hapësirë të lehtë të cilat ne mund të ofrojmë edhe në partneritet privat apo të shohim mundësitë edhe të komunës për të ndërtuar parkingje në kate. Pra ende jemi në kërkim të hapësirave të tilla apo me ndryshimet e planeve urbanistike, krijimin e hapësirave të tilla që të mund pastaj me partneritet privat publik të zhvillohet. Sigurisht që sa i përket zhvillimit të parkingjeve, ajo dinamik vazhdon, të parkingjeve të hapura dhe të mbyllura. Por këtë thash si përgjigje ka të bëjmë me parkingjet në kate. Pra, sa i përket parkingjeve në kate, jemi në procedurë të gjetjes së lokacione apo lirimit e lokacioneve aktuale, të cilat me plan detaj urbanistik janë të parapara për garazhin e katës. Po pra, Tetov i thujnë rren në gjuhën letrare mashtrim, gënjeshtër, si doni. Politika atë e ka, por vetëm të politikbërësi shqiptar, se në perëndim mbash edhe përgjegjësi dhe me përgjegjësi penale. Pra, gjithandej. Dhe plasi u mori anglisë në Tetov për Safi Cityn dhe ligjin antiduan. Kush tha se Mickovski nuk i do shqiptarët? Jo me fjalë, jo me punësime, ai do me ligje. Kur nuk mundesh të ndryshosh situatën, ndrysho vetëm me zemër. Tetov është kapër mat, por humori nuk mungon. Plasi u mori anglisë në Tetov për Safi Cityn dhe ligjin antiduan. Duke thënë tetovarët, Mickovski do shqiptarët. Safi City, jo për siguri, jo për rend, por që shqiptarët të mos kenë viktime. Shifni sa mirë na e do të mirën Mickovski, pra ka treguar zemër gjerësi të madhe dhe të mos u digjet xhepi me gjoba, se xhepi vetë është bosh nga mospunësimet. Shifni sa na do. Prandaj projekti zbatohet pikërisht aty ku shqiptarët janë shumicë. Pure coincidence, a very British coincidence. Pastaj ligji antiduan, edhe më human del Mickovski. Ideja është e thjeshtë, në lokale spihet, shqiptarët kalojnë tash në duan kaçak. Dhe ndër tavolin do blihet çdo gjë, çfarë do lloj cigare, ku e dim ne se është falso pa banderol. Por është ekonomi alternative, pushtetarët e thonë ekonomi gri. Qeveria s'të jep punë, por të jep radar, job dhe një cigare misteriozë pa banderol. Në Londër do thoshin it's not discrimination, it's character building. Në Tetov thotë më shkurt, na do shumë vetëm se nuk na punson dhe nuk investon. Faleminderit Mickovski, faleminderit Vlen, sepse dëgjuat pak më parë. Doli se Bilal Kasami qenë ka njëri prej iniciatorëve për këtë ligj. Vetëm të shpëtoj të mos bëj atë që ka premtuar. Por, atë që ka premtuar ja dhe një situatë mjaft interesante. Deklarata për 13.000 parkingje në Tetov, të përsëritur nga kryetari Bilal Kasami, nuk janë thjesht çështje statistike, janë çështje interesi publik dhe përgjegjësie financiare. Pra, edhe një skenar minimal, ku funksionon vetëm Tazom. Unë e kam marrë 9.000 parkinge me çmim zyrtar Tazom 40 dinar për orë dhe një shfrytëzim mesatar për 8 orësh në ditë. Pra, Tetova ka potencial për 86 milion denar në muaj, ose rreth 1.400.000 euro në muaj. Supozime reale, jo teorike, pra. Nëse janë 9.000 parkingje dhe 8 orësh 40. Parkingje aktive, pra. Shfrytëzimi mesatar 8 orë në ditë. Po do e lëm edhe këtë. Do e lëm edhe këtë. Pra, se mos t'i vije shumë Bilalit. Edhe nëse ulim në 6 orë në ditë, prap del mbi 1 milion euro në muaj. Kjo nuk quhet më menaxhim, kjo quhet pa përgjegjësi politike.
Një komunë që nuk arrin të shpjegojë se çfarë ndodh me mbi 1 milion euro çdo muaj, nuk ka asnjë të drejtë morale të flas për reforma, zhvillim apo qeverisje ndryshe. Qytetarët nuk janë budallënj. Pagesat bëhen çdo ditë, vetëm llogaria publike mungon. Deri kur parkinget e Tetovës do mbeten ark e mbyllur pa çelës publik, çdo deklaratë e kryetarit është thjesht tym për të fshehur shifrat. Pra, kërkohet publikisht nga qytetarët auditimi pavarur dhe urgjent i ndërmarrjes strukturës që menaxhon parkinget, publikim mujore të ardhur reale nga parkinget, sqarim i detajuar se ku shkojnë këto mjete dhe kontrollin nga enti shtetëror i revizionit si dhe institucionet relevante. Kaq për sonte se përket parkingeve. Por ajo që ende bën edhe më interesante situata në punën e komunës së Tetovës janë se 370 punëtorë në komunën e Tetovës e lënë paroga derisa paguhen militant partia. Nuk e them unë, e thot Aleanca për Shqiptarët e Taravarit. Ka lërmuar se sot 370 punëtorë të komunës së Tetovës janë lënë pa paga në një kohë kur qytetarët përballë me krizë të thellë ekonomike, ndërkohë që siç thon nga SHE e Taravarit, pagat po ekzekutohen për militant partiak televizës Besa, ndërsa punëtorët e rregullt që mbajnë funksionin e komunës besin pa të ardha. Ky veprim përbën diskriminim të hapur, keq menaxhim dhe abuzim me buxhetin publik. Veçanërisht alarmante është gjendja rreth 70 zjarfikëse të brigadës zjarfikëse të Tetovës, që të poshtu janë pa paga dhe pse çdo ditë rrezikojnë jetën për sigurinë e qytetarëve, than nga ASH. Okej. E votuat, e keni kërkuar, ja ku e keni. Dhe, do dalim pak edhe në Shkup, ku ka besja Gajzet Mexhiti, ku ka. Është mësuar, nuk mund të ndryshoj gjërat njeriu i cili i ka bërë njëherë, sepse do i bëj prapë. Ta ndëgjojmë se çfarë thon sot nga BDI në Shkup. Përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë. Në Çajër, një nga plagët më të mëdha urbane ka qenë ndërtimi i paligjshëm i objekteve kolektive mbi tokë shtetërore në koordinim me drejtues komunal. Por nuk është sefte, edhe parapraki i tij, pastaj edhe parapraki i atij që i bie të jetë Visar Ganiut, prap ky kryetari aktualizet Mexhiti. Skema ka qenë e qartë. Objektet ndërtohen pa leje, më pas paraqiten si të ndërtuara para vitit 2011, duke u përdorur numër arkivit të rem për të futur në procesin e legalizimit dhe për të shmangur pagesën e miliona eurove në taksa dhe detyrime ndaj shtetit. Pas ndërhyrjes së prokurorisë dhe hetimeve mbi këtë fenomen, zoti Mexhiti premtoi publikisht se ndërtimet e paligjshme në Çajër do të marrin fund një herë e përgjithmonë. Ky ishte edhe një ndër zotimet e tij kryesore përpara elektoratit. Sot, vetëm 3 muaj pas zgjedhjeve, realiteti është krejt i kundërt. Në Çajër po ndërtohen të paktën 6 objekte banesore të reja, ndërsa 2 prej tyre po ndërtohen mbi ndërtime tashmë të paligjshme. Kjo dëshmon se premtimi për ndalimin e kaosit urban ishte vetëm një ndër mashtrimet e radhës politike. Këto ndërtime nuk janë vetëm shtu. Po pra, thash, nuk është sefte, nuk e ka Izet Mexhiti, aga Izet ashtu siç e quaj. Se nuk merr vesh nga politika globale, ajo veç dihet, por vetëm e ka një të mirë, nuk ngutet si Bilal Kasami të thotë, po se unë isha ai cili kam kërkuar Safe City të jetë edhe në Çajër. Njerëz, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani, bëni subscribe.